funksional. Kur del mëngjes ti, e she një mbeturin aty, e she një trafik që mbetesh të. Del me fëmijën tënë, nuk e ku me jetë me karrucë. Sulmoni qenë. Dhe mund ketë këtu, ty ta bojnë qytetin e pajetueshëm. Edhe për çfarë arsye, unë po kthehem prapë që projektet konkrete dhe këtu dallojmë në ndryshimin që unë e përfaqësoj dhe në vazhdimsinë që e përfaqëson zoti Roma. Unë konsideroj që unë e bi këtë ndryshimin që janë projekte të menjëhershme, eliminohen problemet e menjëhershme, intervenohet në lagje, intervenohet në jetën e Prishtinës, kthehet një Prishtinë funksionale, ose vazhdojmë me projekte të cilat nuk ju dihet fundi, Pallati Rinis nuk ju dihet financimi, se është me rëndësi për çat sektor, ti e di njëjtë se i njeh. Shiko, unë kemi fol me ta dhe unë kam thonë që kemi me bo një roadmap, kemi bo një hartë zbashku, sepse është një projekt, ata e më pak të shpërndam, është një projekt më afatgjatë, për atë arsye dhe unë nuk e po e flas si vizion, po jo si një projekt në të cilin a mundet brenda mandatit, a mundet me një 4 vjetësh maksimum? Unë mendoj që nevojitin, si me tonë, analiza më të mëdha edhe brenda me sektorin, për me dalë me një afat 4 vjeçar, pra po kthehen edhe kjo. Unë e kam shumë rëndësimi majtë 90%. Nuk e kam rëndësi me fitu një vot tash me thonë po do ta bëj brenda mandatit. Apo më kupton? Tash unë këtu po dalloj pak me kulturës që është ndërtu me kalimin e kohës që thotë po. Nuk premtoni gjithçka me çdo kusht. Jo, as nuk tentoj me premtu gjithçka. Unë më thonë dikujt. Shiko, kena u marrë me këtë punë. Po ta po të premtoj që do të mirem. Nuk muj me të premtu që e përfundoj. Sepse ka edhe faktor tjerë të jashtëm me cilët më varem dhe cilët unë do të më analizu kur futem rena. Tash, që kjo sinceritet, a mundet mu me mbo, si me thonë, me mdenu në kuptimin pëse s'po premtën gjithë shka dhe unë kam pas kërkesa. Besoni kam pas kërkesa, del me premtime, pak më të mdha, thuj, pak që kemi bo edhe këtë edhe atë këtë. Kom refuzu. Programin e kam. Unë s'po mi besu njerëzve tonë, cilët jënë mashtru qaq shumë, që 12 vjetë e fundit, edhe prap dojnë mu mashtru. Jo, mendoj që në Prishtinë, shikom, Prishtinë ka një klim për ndryshim. Edhe në lagje ku ka pas bastione tradicionale, ka klim për ndryshim. E para njerëz të dinë që jeta e më është e lidhur me Prishtinë për te politikës. E dy e dinë që unë e kom kështu si natyre, kom një afërsi me njerëz dhe mundona me qenë njërin nga ta. Jetoj në Prishtinë, kam shku një Ismail Qemal në shkollë fillore, kam qu fëmijët në Ismail Qemal, pra kom bos vendim, si me vonë, kemi diskutu me Arizonën dhe kemi vendos bashkë me qu në shkollë publike. Se jam kundër shkolla private, jemi shumë qartë, mendoj që është segment i rëndësishëm në jetën e Prishtinës e të Kosovës, mirë po unë kom pas qep me qu në shkollë publike. Pra jo mundu me jetu jetën në mënyrën që jetoj 95% të qytetit tem. Dhe për mu, është të jetë rëndësishme që të qytet me përmirësu. Që të jetë tonën, se me onë që kënë 99% që e bënë, mu i me onë 100%, se ta është kërkush nuk i knaqën plotësisht në Prishtinë, munder me pas njerë që në të knaqën pjesërisht, pra kejtë që ta me mujtë me përjetu që atë ndryshim. Tani, në qëtë dëshirë për me fitu ta qujune, dëshirën teme për me fitu, nuk këm korruptën mendimi që t'ju premtoj njerëzve diçka që s'muj me mojtë. Folëm për... Qëta e kom shumë folëm për trotuart. Ata lëm për çka duam, flasim në pjesën e tretë, e kemi edhe një blok reklamash dhe do kthehemi edhe me këtë, edhe me disa çështje tjera që na kanë mbetur.